Shenjat e horoskopit që do të marrin një urim për fund vit nga Ishi. Për disa shenja të horoskopit do të ketë një mesazh surprizë nga ish-partneri i tyre. Në vend të parë, Gaforia. Gaforia është një nga shenjat më të ndjeshme dhe më e lidhur emocionalisht me të kaluarën. Këtë fund vit, një ish mund të ndjejë nevojën të dërgojë një mesazh të ngrohtë, ndoshta për të mbyllur një kapitull me paqe ose për të shprehur një pendesë. Në vend të dytë, Peshorja. Peshorja është e njohur për marrëdhëniet dhe balancën emocionale. Ka gjasa të marrë një urim nga një ish-partner me të cilin ka mbetur respekt i ndërsjell. Ky kontakt mund të jetë i thjeshtë, por do të zgjojë kujtime të forta. Në vend të tretë, Akrepi. Akrepi nuk haron lehtë dhe as nuk harrohet. Ish-partnerët e kësaj shenje mund të ndihen të shtyrë të rikthehen me anë të një mesazhi misterioz ose emocional, sidomos në ditët e fundit të dhjetorit. Gjithashtu Peshqit, që është një ndër shenjat më romantike dhe ëndërrimtare, pritet të marrë një urim të sinqert, ndoshta me tone nostalgjike. Për ta, ky mesazh mund të jetë emocionalisht i fortë edhe nëse nuk çon në ribashkim.